Dhe nga ana tjetër, dëshiroj të nënvizoj edhe një fakt që Nikola nuk ka munguar asnjëherë ta nënvizoj me të drejtë që koha jonë përveç se një institucion i sistemit të ri demokratik shqiptar, përveç se një gazet, një tribun e mendimit të lirë, ka luajtur në një farë mënyrë edhe rolin e një shkolle. Dhe ndoshta është të paktën për një periudhë i vetmi universitet i shtypit lirë, nga ku kanë dalë plot e plot njerëz, listën e plot e ka Nikola, i cili edhe njëherë tjetër e nënvizoi me shpirtin e tij të aventurës dhe me kurajën e tij bëri të mundur që në momentet më të vështira të jepte një zë asaj pjese të shoqërisë shqiptare që ishte mjaft e kërcënuar dhe në një rrezik konstant, të paktën për sa i përket shprehjes së mendimit. Koha jonë njëkohësisht për mendimin tim mishron dhe një shprehje që gjendet në balë të një gazete shumë të njohur europiane, që thotë që liria e fjalës dobësohet nga mos përdorimi. Pra koha jonë nuk ka nguruar kur ta përdor nga njerë dhe duke ka përzyer caqet, lirin e fjalës, duke e garantuar atë. Deri këtu fola si bashkëpunëtor i kohës tonë, por ndoshta në këtë 10 vjetor mund të flas dhe si një viktim në ndonjë rast. Jeni goditur apo keni goditur më shumë? Mund të flas dhe si edhe kam goditur dhe jam goditur. Dhe me thënë drejtën dëshiroj të them se pavarësisht se goditjet që më kanë ardhur nga tribuna e kohës tonë kanë qenë vetëm që dhe më kanë hidhuruar, sepse është përdorur e njëjta tribunë nga ku unë kam goditur, por nga ana tjetër në fundit mbasi hidhërimi është shtretur, ka mbetur kënaqësia që koha jonë garanton lirinë e fjalës, duke goditur edhe bitë vet. E vetmja gjë që unë do t'i kërkoja solemnisht Nikodlesit sot është që për të dëshmuar deri në fund se koha jonë nuk pyet për askënd dhe për asgjë, duhet që të organizojë një goditje kundër vetes vet, në mënyrë që ta mbyllet përfundimisht